veteran të arsimit, përfaqësues institucional, shkrimtar, poet, shoqata, klube dhe asociacione të shkrimtarëve, struktura politike, përfaqësues të komunitetit të fshatrave, linë e epërme, Kuqic, Tërnac, Kotor, linë e mesme, ju familjar dhe ju të pranishëm. Mirëserat për të festuar sot të 10 vjetorin e hapjes së shkollës së parë në gjuhën shqipe në linë të epërme dhe promovimin e veprës monografike kushtuar shkollës fillore të mesme të ullit Idris Barani në linë të epërme, të autorit dhe ish mësimdhënësit të kësaj shkolle, zotërej Balia Gjime. Jemi bashkuar sot këtu, jo vetëm për të promovuar një libër, po për të nderuar historinë, kujtesën dhe sakrificën e një institucioni që përmësoj brezat e të një vend ku ëndrat janë shkruar, klasat ku janë formuar karaktere, korridore ku janë rritur breza, që sot i shërbejnë familjes, shoqërisë dhe atëdhejut. Brezat ndrohen, për këtë arsye, lindi nevoja që kujtesa të mos mbetet vetëm në zemër, por të marrë formë, të bëhet fjalë, të bëhet libër. Një libër që na mëson rrugtimin e shkollës fillore të mesme të ullit Idris Barani në linë të epërme, me paralelet e ndara në Tërnac dhe Kotor, duke mos përjashtuar as fshatrat Kuqic dhe linë e mesme të komunës së Skënderaj. Një vallë të drite që nuk pushua as në kohët më të vështira. Sot ne këtu promovojmë jo vetëm një libër, ne nderojmë mësuesit që mbajtën gjallë dritën e dijes, nderojmë nxënësit që e mbushën këtë shkollë me jetë, nderojmë përkushtimin e një autori i cili këtë rrugtim e përjetoi si nxënës dhe si mësimdhënës për 4 dekada. Le të hapim këtë ceremoni me përulësi dhe kënaqësi, duke hapur një kapitull të ri në kujtesën tonë të përbashkët. Çdo institucion arsimor mbart në vetvete histori, sfida dhe suksese. Dita e sotme besoj për shkollën fillore të mesme të ullit Idris Barani në linë të epërme, për nxënësit, mësimdhënësit dhe komunitetin e këtushëm dhe vetë drejtorinë është një pasqyrë suksesi, sepse kjo monografi është një thesar i çmuar. Për një fjalë rasti, ftoj drejtorin e kësaj shkolle, zotërisë Sami Tahiraj. Nderuar të pranishëm, të dashur kolegë, nxënës, ish nxënës dhe ju miq, nderuar autori i librit Balia Gjime.
shkollën tonë sot është një ditë e veçantë sepse përshënojmë të 10 vjetorin e hapjes së shkollës së parë shqipe në Klinë të Epër në të Skënderajit. Çdo herë për vjetor e shënojmë me një mori aktivitetesh kulturore dhe artistike. Mirë po, në këtë vit jubilar është një ditë e veçantë sepse ish nxënësi dhe mësimdhënësi i kësaj shkolle ish kolegu jënë Zotri Baljargjiu, nga sjellë librin e parë Shkolla Fillore e Mesme Olt i Gjith Barani në Klinë të Epër në të Skënderajit. Monografi që i kushtohet pikrisht kësaj shkolle, libër i cili nuk nderon vetëm shkollën tonë, por nderon komunitetin e këtoshëm dhe historinë tonë të përbashkët. Kjo monografi që është e para këtij lloji nuk është thjesht një libër që përmbledh vetëm fakte, por është një kujtesë gjallë, është një rrugtim brezash, është dëshmi e përbashkët të mësimdhënësve dhe të ëndrave të nxënësve që kaluan në përbanka të shkollës sot. Si drejtuesi i këtij institucioni, ndjej kënaqësi të veçantë që kjo histori tani u dokumentua me seriositet dhe dashuri. Çdo shkollë ka një shpirt, dhe ky shpirt ndërtohet nga njerëzit që i përkushtohen asaj. Autori i kësaj monografie, Zotri Baljargjiu, nuk është thjesht vetëm studiues i historisë së shkollës sonë, por ishte pjesë e saj. E ka përjetuar si nxënës, si mësimdhënës, por edhe si pjesë e komunitetit. Ai në këtë vatër të diturisë, për 40 vite ka formuar breza, ka ndarë dije dhe ka lënë gjurmë në jetën e shumë nxënësve. Kjo vepër është një farë mënyre, një rrëfim i heshtur i përkushtimit të tij jetësor. Duke e dokumentuar historinë e shkollës, ai ka kryer një shërbim të çmuar për institucionin tonë dhe komunitetin e fshatit të Klinë e Epërme, Tërnas, Kuqis, Kotor dhe Klinë të Mesme. Sepse kjo shkollë ruan kujtesën e saj, ruan identitetin e saj. Në emër tim personal të nxënësve, mësimdhënësve dhe në emër të komunitetit, shpreh mirënjohjen time të thellë për ju i nderuar autor dhe për të gjithë ata që ndihmuan realizimin e kësaj vepre madhore. Le të jetë kjo monografi si frymëzim për brezat që vijnë dhe një dëshmi se puna e mësuesit nuk humbet kurrë, ajo jeton ndër sukseset e nxënësve dhe historinë që lën pas. Ju falenderoj. Falenderojmë drejtorin e nderuar Zotri Tajoj. Vlerësimi shkencor dhe akademik i jep peshë dhe qëndrueshmëri një botimi të librit. Pra kërkon për kujdesje profesionale dhe për punimin gjuhësor dhe strukturor. Ftoj redaktorin e librit, studiusin e letrave shqipe, poetin, shkrimtarin, autor i një numër të madh librash, profesorin e nderuar Zotri Fazli Hajrizi për të bërë reflektimin e tij mbi procesin redaktorial. Tojmë Zotri Hajrizi. Përshëndetje për gjithë, një përshëndetje të ngrohtë për nxënësit e kësaj shkolle, mësimdhënësit e tyre, edhe ata që janë duke punuar tash, po edhe shumë sirë që i pashtë më herët e di që tash kanë kaluar në pension dhe kanë një nostalgji kështu për këtë mjetis kulturës të diturisë. Përshëndetjet veçantë kam edhe për prindërit tanë, disa që kanë një moshë më të madhe dhe e majnë mend shumë mirë ata hapët e parë, si thuash, të qeljes së shkollës në këtë fshat. Dhe e dinë se me çfarë ndeshtrashësh janë ballafaquar
në vështërsi të ndryshme, sidomos sociale, po edhe të dhunës së terrorit. Në fillim do të dëshiroja njëkohësisht të uroj ditën e shkollës të gjithëve të kështu. Uroj që kjo vatër e diturisë të nxjerrë edhe më tej kuadro të fushave të ndryshme, të arsimit, kulturës, të shkencës, mjekësisë, ekonomisë, jurisprudencës e fushave të tjera. Dy fjalë do t'i them për këtë monografi, me që është një recension kështu i modest është në fund të librit, që nuk kam nevojë as ta lexoj, po edhe njëkohësisht t'i përsëris ato çfarë kam thënë. Ka një matematikar Baliu në një bisedë të shkurtër më tregoi që ka në plan, unë e njihja vetëm si një krijues poet, të kisha lexuar disa prej poezive të tija, po se do t'i hyj një punë që është pak më ndryshe nga krijimtaria letrare, nuk e dija. Thotë se jam pensionuar dhe kam dëshirë thjesht të bëj diçka për shkollën në të cilën jam ngritur, jam formuar, kam punuar dhe kam kujtimet më të mira në karrierën time, në jetën time kështu. Edhe dihet e lexova, më pëlqeu, dhe sinqerisht edhe mënyra si është mbështruar. Libri është ndarë në 10 kapituj dhe ka shkuar, si thua, në mënyrë kronologjike, duke filluar nga fillesat, si thua, shkollës shqipe në këtë midis, po edhe më herët, mendoj në një kapitull paraprak, shkruan për Brenicën përgjithësi. Sikur ka zgjedhur atë metodën, si thua, të deduksionit, nga përgjithshmja ka hajveçantë, si thua, do të thënë ka filluar me Brenicën, pastaj duke ofruar me Klinën, edhe pastaj me shkollën. Unë për vete pak ose as pak nuk kam ditur se shkolla është hapur në Tërnavë, në kohën kur Serbia pa pushtuar Kosovën dhe ka hapur një shkollë fillore 4 klasëshe në gjuhën serbe. Aty kryesisht i vjonin mësimet nxënësit serb, kolonistë të kështu, e aty këto edhe ndonjë nxënës shqiptarë. Në vitet 41, i është pas kapitullimit Jugosllavisë, hapur disa shkolla në komunën e Skënderë, po edhe në Gjetin, e në Klinë jo. Në vitin 1945 është hapur këtu, mësova se ka qenë disa prej themeluesve të saj, do të thënë të kësaj vatre të diturisë, Ahmet Meha, Ahmet Kelmendi, besoj për ne që jemi në një moshë pak më të madhe, e njohim se ka qenë një prej muslimanësve më të dinitetshëm që ka punuar në fakultet dhe ka përgatitur artikullanën e veprave të Eqrem Qabejt, që është në punë që ndoshta do t'i duhej një instituti tërë për ta përgatitur. Ai e ka bërë këtë. Dhe këtu ka filluar, ndoshta disa që janë më të moshuar e majnë me atë kohë, më njëkohësisht edhe mësuesin Ahmet Kelmendi. Këtu ka punuar edhe të tjerë, disa kushërin të mi nga Kotori e Radisheva, po edhe të fshatrave e vendeve më të larta, më djeva Kapeja. Dhe tek në vitet 60-70
me shkollimin e kuadrëve të reja nga ky mjedis është krijuar një bardhamë, si thuaç, shumë e shëndetshme e mësimdhënësve për të plotësuar të gjitha lëndët mësimore, duke filluar nga gjuha shqipe, angleze, pastaj matematika, historia etj. Në kapitujt në vijim, autori flet për hapjen e shkollës dhe punën që kanë bërë në disa objekte kështu të papërshtatshme për zhvillimin e mësimit, procesit mësimor. Dhe unë po përpiqem, se kam kaluar kështu shumë herë këndej, po përpiqem me sy të mendjes ta shoha të ndërtesën më të vjetër që edhe kam qenë brenda saj, e brenda kësaj jo, kjo është një mrekulli e vërtet, është në të vërtet një diçka që tregon se kemi arritur post lirisë edhe shumë çka tjetër, edhe ngritjen e cilësisë në procesin mësimor, edhe në përgatitjen e kuadrëve të reja për edukimin e brezit të ri e tjerë. Është një numër goxha i madh i mësimdhënësve të cilëve autori u ka bërë profilet biografike, disa sish i njoh, i kam njohur, po disa jo, dhe më vjen mirë që për të gjithë autori shkruan në mënyra afirmative, shkruan me të vërtetë duke përmendur edhe atë taktin e tyre pedagogjik, përgatitjen e tyre të mirë, etj. Nuk po përmend emra, kështu të atyre mësimdhënësve që unë i njoh dhe brezi i ri do duhet i njoh, dhe mund të njoh i libri monografik, po një kapitull që më ka bërë përshtypje më shumë është kapitulli i dytë, ku janë përfshirë 10 fotografi, dokumente të ndryshme, fotokopje të gazetave të ndryshme, të rijimit, të bujkut, të zërit, të botës së re etj. Dhe fotografi të nxënësve që nga fillesat e para e deri në kohën më të vonë. Ato janë kujtime që lubrifikojnë, si thuash, trurin e njeriut, pastrojnë atë, kujtojnë ato ditë të vështira, flimet, shija disa prej atyre fotografive, rrobat e nxënësve me arna, po vrejnë në fytyrën e tyre kështu edhe pse ato janë bardhëzi, një, si thuash, një shpresë, një xixë e shpresës për një ditë më të mirë e më të bukur. Unë besoj që shumë sish janë këtu në mesin tonë, edhe e shohin atë. Ato i shohin edhe si trini metafizike, po edhe si trini kohore, e tashmja, e ardhmja, po edhe e djeshmja, si të është e djeshmja, tashmja, e ardhmja. Më thënë, mund të shohim aty të djeshmen e shkollës sot, të nxënësve tonë, të mësimdhënësve tonë, e edhe tanë që vërtet e shohim si thua si në shuplak të dorës, se është e ndritshme dhe varet tash sa jemi edhe shpirtërisht dhe fizikisht dhe të përgatitur për ta ndërtuar, për ta quar në përpara lirinë, demokracinë dhe për ta përparuar arsimin. Edhe një herë urime dita e shkollës, urime Zoti Vali për këtë vepër, të paqen në jetë, me shëndet, urojmë që në gëzosh edhe me veprat e tjera. Falim që Zotëri Fazliavis
dije, mësojnë shkrim lexim, vlerat e respektit, edukatës, dashurinë për familjen, shoqërinë, atë dheun është shkolla. Në përcjellje të tingujve të violinës, të ekzekutuar nga profesori Ferhat Shala, nxënësja Ema Hamzaj do të rrëcoj poezinë Shkolla vendi i dijes dhe edukimit. Shkolla, vendi i dijes dhe edukimit. Shkolla është vatër e dritës së parë, ku mendja hapet si luja mbrëmje. Aty ku fjala bëhet udhëmbar dhe dijet rriten si drita në errësirë. Në bankat e saj lind ëndra e fëmijës, shkronjat bëhen hapa drejt sardhjes. Mësuesi nes mishtarin e dijes dhe zemrat mbushen me shpresë. Aty mësohet fjala e bukur, respekti, puna dhe dashuria për jetën. Shkolla është kopshti ku rritet karakteri dhe njeriu gjen rrugën drejt së vërtetës. Në korridoret e saj tingëllon e qeshura, kujtimet që mbeten për herë në mendje. Aty fillon rrugtimi i dijes së pastër, që ndriçon si diell në çdo hap të jetës. Shkolla është dritë që nuk shuhet, është burim që rrihet brez pas brezi, është vendi i edukimit dhe i shpresës që bën të ardhmen më të dritur. Ju faleminderit. Për punën e tij të palotshme në vlerësimin dhe shqyrtimin analitik të librit, për sugjerimet konstruktive dhe kontributin e dhënë në ngritjen e nivelit shkencor të kësaj monografie, kam kënaqësinë të ftoj recenzentin e librit, ish drejtori në shtëpisë votuese Rilindja në Prishtinë, ish ambasadorin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqi, politikologun dhe autorin e 10 librave të nderuarin zotërisë Agnes Kahina. Përshëndet gjithë, që në fillim dëshiroj ta uroj falimin për këtë libër dhe për dy gjëra. Nëse një që ka krijuar një moment mallëngjimi për këtë shkollë dhe dyta e falenderoj për rikthimin tonë në këtë shkollë ku kam kaluar 4 vjet si nxënës. Dhe ku ka punuar edhe babai im si mësues Selim Smali. Dhe rikthimi në këtë shkollë ka kujtime të shumta, siç ka edhe libri të cilin po e prezantojmë sot. Valiu ka qenë poshtë nxënës i babës tim, që krijon një moment po aq mallëngjys të thoshëm. Por ai ka vënuar për gjithë është një boshllëk që ka ekzistuar. Në këtë libër ai nderon shkollën në cilën dikur ka qenë nxënës, por edhe mësimdhënës. Dhe nderon poshtë edhe vetë klimin, vetë banorët, komunitetin këtu, që duhet të mbullen me një shkollë e cila ka dhënë gjeneratët të tëra dhe ka edukuar mira nxënës të cilët sa gjenden dhe japin kontributin e tyre në lëmit të ndryshme. Do të shfrytëzoja rastin që them disa fjalë edhe për mësuesin, që mendoj ja kemi poshtë mësuesin. Dhe me mësuesin po mendoj me të gjithë mësuesit, me të gjithë atë gjeneratë që ka qenë angazhuar në rolin e edukatorit, por që asesi nuk janë kufizuar me arsimimin, por kanë lozur edhe rol emancipues të kombit tonë. Ata kanë pas një detyrë dhe një obligim më shumë se sa të mësojnë alfabetin nxënësve në klasën e zezë. Më thënë, kanë kaluar në për një kohë, si që është edhe që shpërshkruar në libër, kur ky komb ishte jetëshëm jo vetëm për arsim e edukim, por edhe për liri, për njohje kombit të identitetit kombëtar dhe të cilësive në vërtetat të shqiptarit që historisë tonë. Ky mision i mësuesit në atë kohë ka qenë një ndër
më fisnike që mund të ketë, sepse edhe ata kanë gëzuar një nderim të veçantë, një respekt të veçantë nga, sepse kjo ka qenë në atë kohë elita të kombit. Thosha, s'kemi pasur shumë kuadra që do të dallorësit për mësuesit, kanë qenë ata që jo vetëm kanë edukuar fëmijët, por kanë shërbyer edhe si intelektual në kuptimin me të gjerë të fjalës. Gjatë viteve të mundjeta, po ashtu, mësuesi meriton lëvdazat më të mëdha. Gjatë një dekade, mësuesit tonë në Kosovë kanë ruajtur arsimin shqip për kundër presioneve të jashtëzakonshme. Arrestimin e madje edhe vrasjen e mësuesve. Ata kanë qëndruar dhe kanë dhënë prodhimin në nivelin kombëtar. Por sot mësuesi ka po ashtu një mision i cili ndryshon nga ata të pashëm, por misioni themelor është edukimi. Por do të shtoja sot prapë që ka nevojë të bëhet më shumë se sa arsimimi i nxënësve. Ata duhet të shërbejnë edhe për të dhënë edukat për identitetin kombëtar, i cili sot sulmohet më shumë se kurrë. Edhe nga vetë ne, që është vetë. Dhe mësuesit duhet të jenë ata që shpjegojnë historinë kombëtare, të lindin ndjenjen e krenarisë kombëtare, e cila është aq e domosdoshme sot të kohë. Paliu ka bërë një punë të mrekullueshme dhe përgëzoj edhe një herë për këtë libër, cilin e kam parë me knasi dhe e kam dirë vetën e nderuar që të jenë pjesë të këtij botimi. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm. Çdo rrugtimi suksesshëm fillon me mësuesin. Për të ndarë kujtime, përvoja dhe emocionet e një jete të kushtuar arsimit, kam kënaqësinë të ftoj veteranin e arsimit, ish mësuesin e shumë brezave dhe mësuesin e autorit, zotëri Belul Ismail. Nderuar të pranishëm, kur më ftuan të flas, mendova. Në moshën 81 vjeçare, zakonisht nxënësit flasin për mësuesit. Sot nuk po më del kështu. Mua po më bie të flas për nxënësin tim dhe ky është një nga ato rastet më të bukura kur mësuesi dihet për kënaqur, krenar për nxënësin e tij deri me tani që ka botuar 5 libra dhe një ekfare të shkrim. E mbaj men autorin si nxënës, i që vëzhgues, me një seriozitet që rrallë zhjën të fëmijët, nuk ishte nga ata që bënin shumë zhurmë në klasë, por ishte nga ata që mendonin gjatë dhe shpesh kur mbarante ora mësimore, vinte me ndonjë pyetje dhe me bënte të mendoja edhe unë. Vitet kaluan, ishte nxënësi im u bë koleg, i cili punoi për 4 dekada si mësues i brezave të ri. Kur mora në dorë këtë monografi, e kuptova se ai nuk ishte shkruar vetëm për historinë e shkollës, kishte shkruar historinë e jetës sonë arsimore. Ishte mbledhur kujtime, dokumente, fotografi, emra, kolegësh, se sot disa prej tyre nuk janë në mesën në mes nesh, por që jetojnë në këto faqe libri. Poshtë emra nxënësish që sot janë në për institucione lokale, komunale, shtetërore të
i shoqërisë dhe adhërimit. E dini çfarë më bën pak të buzëqesh sot. Në një nga fotografitë e vjetra parë vete në flokë të zi dhe mendova, ky libër paska edhe fuqi magjike të na kthen disa vite pas. Po për te humorit, kjo vepër është një punë serioze, me vlerë, është më shumë se dokument, është kujtimi i gjallë, është nderim për ata që punojnë në hersje, është mirënjohje për ata që nuk kërkuan lavdi, por lanë gjuhë. Ajo tregon se në një shkollë nuk ndërtohet vetëm me mur, por me njerëz, me mësues që sakrifikojnë, me nxënës që ndrojnë, me kolegë që mbështesin njëri tjetrin. Si mësues ndihem krenar për këtë arritje të tij, sepse në të ka dëshmuar se mësuesi nuk ndalet se mësuar kur, edhe pse edhe pas pensionimit ai vazhdon të shërbejë shkollës, këtë herë përmes fjalës së shkruar. I nderuar nxënëse im Bali Haxhiu, për një mësues nuk ka ndonjë ndjenjë më të bukur se sa të shoh nxënësin e tij të vazhdoj misionin. Atëherë kuptova se fora që kemi mbjellur ka zemrën. Sot të na dhurojë një pasqyrë të së kaluar son e një amanet për brezat që do të vinë. Të përgëzoj nga zemra që na bëre pjesë të këtij kujtimi të përjetshëm. Për ta lehtësuar pak emocionin, po them edhe diçka si mësuesi i vjetër. Po të them publikisht, nuk më të qes not sot, sepse kjo vepër është vetë dëshmia e punës sate. Urime për librin, urime dhe dita e shkollës, ju falenderoj të gjithë. Falenderojmë zotrin Belir Spajin. Nga ky shkollë kanë dalur intelektualë dhe kuadrë të shumta të gjitha profileve: mjek, inxhinier, jurist, agronom, artist e deri te doktor shkencë. Në mesin tonë për të nderuar me prezencën e tij ka ardhur edhe nxënësi i kësaj shkolle. Ish nxënësi i kësaj shkolle, i njohur nga Drenica dhe Skenderaj, zotri Shaqir Bejta, i cili do të recitoj poezinë Ju që u shkrit si kandili naimit. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Ju që u shkrit si kandili naimit, në në të gjata, pa drit e pa agim, me liber në dorë, me shpirtin flak, mbodhe dituri në çdo prak. Ju që fjalët e bet drit u dhërëfys, në bankat të thjeshta, por zemrat e mëdha, me shkunës në dorë dhe besim në të ardhmen, ndërtuat ura për brezat që vi panda. Në heshtje punuat, pa buj e pa lavdi, si rën që mbajnë lisin e dies gjallë. Çdo gën që shkruat u bë urë themel, çdo nxënës një shpresë e sot eci krenar. Ju u tret si qiri pa drit e tjetrit, si kandil që s'kurseu as një pik, por nga ju flak u ndezën mira zemra që sot e mbajnë, dijen gjallë në çdo ik. Nder për ju,
mësuesët arsimit, që kohën e vet mësim ideal. Emri juaj arron në kujtesën e trezave, si dritë e pavdekshme që s'shuhet kur. Respekt dhe lavdini për të gjitha mësuesët e mësuesit, që nga rinjëdasit e qenë tek mësuesja dhe mësuesi më i ri. Ju falenderit për vëmendje. Poeti Bali të dëshiroj suksese në punën tënde të pandashme, shëndet të mirë dhe gjithë të mirë jetë. Faleminderit. Për të na uar dhe përshëndetur këtë aktivitet dhe botimin e librit, ka shprehur dëshirë edhe një ish nxënës i mësuesit Bali Haxhiu. Ftojmë para jush ish drejtorin e gjimnazit Hamsi Ashari në Skenderaj, profesorin Hajdar Beka për një fjalë raste. Të nderuar miq, dhe të fletë të praneshëm, nderuar arsimtare Bali Haxhiu. Derisa mësuesi Belul foli për ju si ish nxënësin e tij, unë do të flas për ju ish mësuesi Bali Haxhiu. E kuptuam sa është kënaqësi të flas mësuesi për nxënësin. Por është një kënaqësi e veçantë kur nxënësi flet për ish mësuesin e tij. Sidomos kur është fjala në promovimin e librit të tij, monografia kushtuar shkollës, ku ai punoi për 40 vjet me përkushtim të pashërç. Për mua është një moment emocional, sepse kam pasur fatin të jem nxënës i arsimtarit bale gjatë shkollimit fillor. Në ato vite ai nuk ishte vetëm mësues, por edhe udhërrëfyes në rrugën tonë të dijes dhe edukimit. Ky moment është edhe një shenjë mirënjohje dhe respekt për mësuesin tim, i cili me punën dhe përkushtimin e tij ka lënë gjumë të pashlyeshme në jetën tonë. Kur e mora në dorë këtë monografi, mu duk sikur hapa sërish derën e klasës time të dikushme. Mu kujtua banka ime e drëni. Dritarja nga hyrën në rrezet e para të mëngjesit dhe në klasë, ku ndëgjohej zëri emër i arsimtarit Bali, duke shpjeguar letërsi dhe gjuhë shqipe. Dhe pasi përfundonte shpjegimin e mësimit, na thoshte: mos mësoni vetëm për notë, por për jetë. Vërtet, arsimtari Bali nuk na mësonte vetëm gramatik e letërsi, na mësonte përgjithësi vlerat e respektit, punës, dashurinë për familjen, njerëzit, adhëdhënë dhe jetën. Na mësoj të mos e kufizojmë ëndrrën tonë për dijen, sepse dija është pasuri që askush nuk mund t'ja marrë. Një tjetër rast që nuk do të harroj kurrë, ishte një ditë e ftohtë dini me shi e borë. Si zakonisht nuk na lëshonte para dhënë detyra, atë ditë ne kishim harruar detyrat në gramatik dhe prisnim qortimin. Por arsimtari Bali nuk na qortoi. Ai na tha në buzëqeshje: gabimi është mësuesi i parë i njeriut. Vetëm ai që përpiqet gabon. Atë ditë mësova më shumë se gramatik. Mësova dinjitetin, përgjegjësinë dhe kurajën për t'u përmirësuar. Këto fjalë na kanë ndjekur gjithë jetën. I nderuar profesori Bali Haxhiu, ju nuk keni shkruar vetëm një libër, ju keni ruajtur historinë tonë nga harresa. Keni bërë që emrat e mësuesve tanë të mos mbeten vetëm në kujtime, por të mbeten në faqe libri aty ku e meritojnë. Faleminderit për dritën që ndezet dikur në sy tanë. Faleminderit që na mësua të ecim drejt dhe kur rruga ishte vështirë. Dje sot dhe nesër faleminderit, sepse ju përmes kësaj monografie na rikthyat sërish në shtëpitë tona të dikush me shkollë. Urime, shëndet,
suksese dhe librat e tjere, urim në dita e shkollës, ju falenderit zgjodh. Edhe pse vitet në jetën e tij ka lënë në gjurmët e tyre, ai sot numëron plot 92 vite. Dashuria për dijen, shkollën dhe arsimin mbetet po aq e fuqishme sa dikur. Është pikërisht kjo dashuri që sot e sjell para jush për një fjalë përshëndetëse veteranin e arsimit, njërin ndër mësuesit e parë pas luftës së dytë botërore, dëshmitar e bartës i shumë ngjarjeve dhe periudhave të rëndësishme të historisë së shkollës shqipe. Ai punoi në shumë shkolla të Drenicës, por edhe në këtë shkollë, duke qenë mësues i profesorit doktorit Idris Baranit dhe shumë nxënësve të tjerë të kësaj ane. Fjala është për të nderuarin dhe respektuarin Zotëri Meta Metaj nga Rezalla e Skënderajt. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm. Edhe pse i shtyrë në moshë si veterani i arsimit, ndjeva kënaqësitë veçantë, të jem në mesin e të pranishmeve në promovimin e këtij libri kushtuar shkollës fillore këtu në Klinë të Epërme. Shkollë në të cilën pata fatin edhe unë dhe nderin të jenë edhe ndër mësuesit e parë të saj. Ishin ato vite kur shkolla dhe arsimi shqiptar u gjendi lidhur me pranga nën pushtetin jugosllav. Ishin vite kur fjala shqipe peshonte më shumë se libri dhe mësuesi më shumë se avalla. Shkolla nuk ishte shtreh lirie, por provë, guximi. Librat shqipe ishin të ndaluara, nuk gjindeshin askund. Ndërsa gjuha jonë konsiderohej faj. Na kërkuan të harronim historinë, të flasim me gjuhë të huaj, të rritnim breza pa rrejnë, por jo, ne nuk u mësuam nxënësve vetëm shkrim e lexim, por edhe dignitet. Dhe digniteti nuk përkthehet, ai trashëgohet. U mësuam se arsimi edhe i ndaluar mbetet zërit. Dhe dita sa do e vogël nuk shuhet kur. Sot, në këtë moshë të shtyr, ndjeva si obligim moral dhe njerëzor të vi t'ju përshëndes ju të pranishme, por njëkohësisht edhe ta uroj dhe përgëzoj edhe autorin e librit Bali Haxhiu për guximin dhe punën e tij të palodhshme në hartimin e kësaj monografie, për bashkëpunimin e ndërsjellë dhe konsultimet e vazhdueshme që patëm së bashku. Gjatë përgatitjes të kësaj monografie, Baliu
në shiqim të parë, duke një djalë ose burë i urtë dhe i heshtë, por shumë i vendosshëm, të dërgoj, të dëgjoj çdo fjalë apo ngjarje që kishte të bënte me arsimin në Drenicë e veçmas në këtë shkollë. Ky balltim nuk është vetëm një libër, sa për të thënë, por është një dëshmi e çmuar që flet për historinë e arsimit, për sakrificat dhe për kushtimin e shumë brezave që kontribuan në ndriqimin e rrugës së dijes. Autorit Valiaxhiu i uroj shëndet, suksese të punë të mendjeme krijuese, ndërsa kësaj monografie i uroj të mbetet një kujtesë e përhershme për brezat që vinë. Urime dita e shkollës. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri Hamidi. Për një fjalë përshëndetse, ftoj mentor Beranin, djalin e profesor doktor Idris Baranit. Të nderuar pranishëm, sot kemi një moment të veçantë, jo vetëm për autorin Valiaxhiu, por për gjithë ata që janë pjesë e shkollës Idris Barani. Ky libër nuk është thjesht një monografi, është kujtesë kolektive. Është rrëfim për sakrificën, për kushtimin dhe dashurinë ndaj arsimit shqip të vite. Në faqet e tij nuk gjejmë vetëm të dhëna, por gjejmë jetë, mësues që nuk u dorëzuan, nxënës që ndëruan dhe një komunitet që mbajti gjallë dijen dhe në kohë të vështira. Rëndësia e këtij botimi qëndron pikërisht këtu. Ai ruan historinë dhe u dorëzon atë brezave që vinë, sepse një shkollë nuk është vetëm ndërtesë, është identitet, është rënd, është e arme. Prandaj, ky libër është një thirrje për të rinj ta njohin rrugën që është bërë para tyre dhe ta vazhdojnë atë me dinjitet dhe kushtim. Urime autorit për këtë vepër me vlerë dhe falenderoj për kontributin në ruajtjen e historisë. Në sytë e çdo fëmijëve rriten ëndrat për dije dhe hapat për botën e së nesërmes. Nxënësja Suela Tajri do të recitoj poezi Unë jam nesër. Unë jam nesër, jam fleta e bordë që pret të shkruhet. Në duart e mia është e ardhmja, por në duart tuaja ishte fillimi. Ju na dha shkruajnjat, ne do ndërtojmë fjalë. Ju na mësuat rrugën, ne do ta çojmë tej. Ky libër i mësuesit Bale nuk flet vetëm për të shkuarën, por për mua, për ty, për ne, për ata që do të vinë, sepse drita e dijes nuk shuhet. Ajo kalon nga brezi në brez. Ju faleminderit. Faleminderit Suhil. Kulmi i këtij manifestimi është fjala e autorit, një personalitet që këtë shkollë e përjetësoi. Ishte nxënës, mësimdhënës dhe tani autori i librit që i kushtoi kësaj vallëtri diturie. Ftoi autorin e monografisë, zotëri Valiaxhiu, që të lexojë kujtesën e tij. E nderuara familje profesorit Idris Barani, të dashur nxënës, ish nxënës, mësimdhënës, kolegë dhe kolegë. Fort i nderuari dhe i respektuari ish drejtori i shtëpisë botuese Rilindja në Prishtinë dhe ish ambasadorin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Turqi, zoti Avnis Fahi. I respektuari profesor Fazli
Ajrizi, deputeti Bekim Haqiu, përfaqësues të klubit të shkrimtarëve Vore Ujko në Klin, krysuar nga Pren Buzhala. Shoqatën përdorore për letërsi Tafil Kirmendi Malisheu, krye me Izet Shalen. Veteran të arsimit, poete, shok të gjimnazit të gjeneratës të vitit 1977, përfaqësues të komunitetit Klin e Emër me Tërnas, Kuqic, Kotor, Klin e Mesme, ju familjar, të ndërruar të pranishëm, kam kënaqësinë që të përshëndes edhe dy ish të gëzonse tani doktorët të shkencës, Zënjushe Lendita Kryziu dhe Zarife, doktor Zarife Bajraktari Roshi. Një ashtu për mua është një emocion I veçantë për promovimi I kësaj fotografie për shkollën timet apo ta quaj ndryshe shtëpinë timet e dytë ku kalova më shumë se gjysmën e jetës. Ky libër monografik botohet në 80 vjetorin e hapjes së shkollës së parë shqipe në këtë lokalitet, një gur themelor për arsimin dhe identitetin kombëtar. 8 dekada më parë këtu ndes drita e dijes, e cila vazhdon të ndriçojë brezat e tërë nxënësish. Po ashtu botimi I monografisë përkon me 17 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një moment krenarie kombëtare që I dha kuptim sakrificat të brezave. Po ashtu përkon me 26 vjetorin e shlirimit të Skënderajt, duke sjellur ndërmend sakrificën që ndresën por edhe rilindjen e jetës së të arsimit në kohë lirie. Në këtë varg përvjetorësh të rëndësishëm përkon edhe ditëlindja ime që edhe në këtë moment edhe me personal edhe me preks. Është sikur se rrugtimi im jetësor lidhet natyrshëm me rrugtimin e shkollës, me historinë e vendit dhe me kujtimet e brezave që kanë kaluar ndër kohë. Ky libër, tham se është një kujtesë, është rrëfim, është histori e shkruar me mund të sakrificë dhe dashuri për dijen. Është pasqyrë në institucioni që për vite me radhë ka qenë vatër arsimit, edukimit dhe formimit qytetar në komunitetin ton emergjent. Përmes kësaj monografie, u mundova të dëshmoj se kjo shkollë nuk ishte vetëm vend mësimi, por vatër e dijes e përparimin dhe rezistencës shpirtërore kombëtare, nuk ishte vetëm një tregim për të dëshmuar, por një dëshmi e gjallë e rrugtimit e saj, e mundit dhe sakrificës së brezave, mësuesish, nxënësish, prindrish e tjerë. Në mozaikun e historisë të kësaj shkolle, u përpoqa të shtoj një copës të vogël për të ruajtur kujtesën për atë që bën për këtë shkollë një vatër dijesh edukimi, vend ku mbodhen forën e detyrisë, të dashurisë për adhëhen dhe të besimit të ardhmen. Është një përpjekje imja e vogël për të lëvizur nga vendi një gur të vogël me shpresë se do të shërbejë si referencë për studiuesit e arsimit si burim frymëzimi për brezat e rinj që si dëshmi e kontributit e mësimdhënësve që me përkushtim mbajtën gjallë dritën e dijes në çdo kohë. Me dëshirën time që të mos ketë mbetur diçka jashtë librit, jam edhe të dishëm se përkundër përpjekjeve maksimale si nismë e parë mund të ketë lëshime eventuale teknike. Edhe për këtë kërkoj mirëkuptim nga të gjithë dashamirët e arsimit dhe kulturës, dhe vërejtjet që të në mira janë të mirëpritra dhe në çdo kohë mirën parasysh, shpresoj në botimin e dytë. Hartimi një vepre të tillë kërkon përkushtim, bashkëpunim dhe profesionalizëm. Prandaj më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë, fillimisht duke falendëruar redaktorin e veprës, poetin, shqiptarin, publicistin, krijuesin dhe studiuesin e letrave shqiptare, autorin e shumë veprave letërore, profesor Fazli Kajrizi, për përkujdesin profesionale në përpunimin gjuhësor dhe stilistik, duke garantuar qartësi dhe standard akademik në paraqitje. Dua të falenderoj recenzentin, ish nxënës të kësaj shkolle, ish drejtorin e shtëpisë botuese,
ish ambasadorin e parë, zotin Avnis Fahiu, për punën e tij të padashme për vlerësimin dhe vështrimin analitik, sugjerimet konstruktive dhe kontributin në ngritjen e nivelit shkencor të kësaj monografie. Gjithashtu shpreh minjojën time për shtëpinë botuese Lena Grafik në Prishtinë me pronarin Hajdar Bonezi për bashkëpunimin korrekt, për kushtimin dhe profesionalizmin në realizimin teknik dhe botues të kësaj monografie. Minjojë për dizajnerin grafik Rezar Fizuloj, për konceptimin estetik dhe realizimin vizual të librit që i dha kësaj vepre formë dinjitoze dhe përfaqësuese. Nuk mund të lë pa përmendur edhe falendëruar miqt e mi frymëzues, konsulentet, ish mësuesin Met Ahmedaj, vjeç 92 nga Rëzalla, profesorin Beluç Fahiu, vjeç 81 faktikisht, nga Kastrioti, që të dy ish mësues në këtë shkollë, kolegët dhe bashkëpunëtorë që qenë krahi im i djathtë gjatë procesit për ndihmën në sigurimin e dokumenteve dhe materialeve arkeologjike. Kontributi i tyre ka qenë thelbësor dhe kjo vepër të dalë sa më e plot përmbajtësore dhe me vlerë të qëndrueshme. Një mirënjohje e veçantë takon familjes sime për mbështetjen, mirëkuptimin dhe durimin gjatë gjithë kohës së punës sime kërkimore dhe përgatitore. Falënderim dhe mirënjohjet e veçantë shkon për drejtorinë komunale për rini, kulturë dhe sport, për mbështetjen dhe realizimin e botimit të kësaj monografie. Falenderoj këshillin organizues të shkollës, nxënësit që recituan, artistin Shaqir Bejta, violistin profesor Ferhat Shala dhe gjithë ata që ndihmuan në organizimin e këtij aktiviteti promovues. Dhe krejt në fund, shpreh falënderimet e mia të sinqerta për moderator në zënjushën Flora Uba Agjiu, ish mësuese në këtë shkollë, tani jeton në Gjermani, e cila ka ardhur enkas për këtë promovim dhe për menderimin në kësaj monografie. Zoti drejtor, nxënës dhe mësimdhënës, kolege, ju pjesëtarë të komunitetit, urime dita e shkollës, ju pjesëmarrës, faleminderit për praninë dhe mendjen dhe respektin tuaj. Faleminderit. Ditë të veçantë të shkollës sonë, ftoj zotri Avnis Fahiu që të dhuroj disa libra drejtorit të shkollës sonë, zotri Tani. Drejtor, kjo është një libër që profesori pas dje ka bërë për babën tim, ka qenë mësues në këtë shkollë. Mia modesta që kam shkuar dhe shkruaj që ta keni këmë. Faleminderit. Tani ftoj zotrin Baliagjiun të dhuroj disa libra të bibliotekës së shkollës sonë. Tani ftoj nxënësët e shkollës sonë me një vallë popullore.
punonëset e shkollës sonë për këtë vallë kaq të bukur. Tani ftoj drejtorin e shkollës sonë, zotri Tahiraj, që të nderojë zotri Balia Haxhiun me një minujë. Të respektuar të pranishëm, në përmbyllje të këtij aktiviteti të veçantë kulturor arsimor, më leoni në emrin tim dhe në emrin tuaj të shpreh një fjalë përgëzimi për autorin e kësaj vepre, kësaj monografie, zotri Balia Haxhiu. Siç u tha këtu, sot nuk është vetëm një libër, për kujtesë, dëshmi dhe pasuri shpirtërore për brezat. Të shkruash një vepër të tillë kërkon dashuri për arsimin, për kushtimin intelektual dhe durimin. Autorit i shpreh milioje të thellë për punën shumëvjeçare, duke i dëshiruar shëndet, jetë të gjatë dhe suksese të tjera në krijimtaritë e tij, me dëshirën që pena e tij të vazhdojë të shkruajë vlerat që mbeten. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen dhe respektin që i dhat këtij promovimi. Tani ftoj në një koktejl rasti këtu në lokalet e shkollës sonë. Faleminderit gjithëve. Por si këngë e zogut verës, që vallëzon blerin të prillit, por si amli fladi verës, që lmon gjitë të trandafilit, por si vale bregu detit, por si gjamar fesh gjetare, por si ushtime njaj tërmetit, ashtu është gjuha jonë shqiptare.